e lehtë, e shëndetshme dhe plot shije është receta për sot. Fillojmë me përgatitjen. Hedhim pak vaj ulliri dhe lëm të ngrohet. Më pas do të hedhim një qep të cilën e kam ngrirë imët. E përzijem për pak minuta. Më pas do të hedhim një karotë të cilën e kam ngrirë në rende. Një patate të ngrirë në rende. I përzijem për pak minuta derisa perimet e kenë filluar të skuqen. Do të hedhim 500 ml lëng mishi, në këtë rast unë kam përdorur lëngun e mishit pulës. Do të hedhim gjithashtu dhe 500 ml ujë. Do të hedhim gjithashtu dhe mishin e pulës të cilën e kam zier më parë dhe e kam coptuar. Ziejmë pak dhe lëm të ziej për rreth 5 minuta derisa perimet të zbuten. Hedhim 1 deri në 2 lugë makarona supe. E lejmë të ziej sërish për rreth 10 minuta. Ndërkohë në një enë hedhim 2 lugë kos, 1 të verdh veze, dhe pak lëng limoni. I përziejmë të gjitha bashk. Masës përgatitur i hedhim pak nga lëngu i supës në mënyrë që mos na pritet veza kur ta hedhim tek supa. I hedhim pak majtanos. E lëm të ziejë dhe për afërsisht 5 minuta. Më pas supa është gati, është një recetë e thjeshtë, e shijshme, e shëndetshme. Mund ta përgatisni me lëngun e pulës, me lëngun e mishit viçit, ose thjesht edhe me ujë. Në të gjitha rastet del shumë e shijshme. Nëse e provoni, ju bëft mirë. Dhe nëse video ju ka pëlqyer, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit!